Vuani nga kapslloku, këto janë ushqimet që duhet të hani. Kumbulla të thara janë të pasura në fibra, një grusht kumbulla ka rreth 1 gram fibra. Kjo është një sasi e mirë. Kumbullat gjithashtu kanë sheqerna të fermentuara që mund të kenë efekt laksativ. Portokalli. Portokalli është një frut i madh i cili ofron 4 gram fibra për vetëm 86 kalori. Portokalli përmban një flavonol quajtur naringeni, të cilët studiuesit kinesë në një studim të kafshët kanë gjetur se mund të punojë si laksativ për të ndihmuar në trajtimin e kapsllokut. Uji, së bashku me fibra, duke u ushtruar rregullisht dhe duke pirë ujë të mjaftueshëm, do të lehtësoni kapsllokun. Kivi. Frutat e larta në fibra dhe të ulta në sheqer që nuk sillin bark të fryrë si kivi janë më të rekomanduara nga mjekët. Një filxhan kivi ofron 5 gram fibra plus do të merrni ushqyes të tjerë si vitaminë C.